Policia shqiptare I është drejtuar Interpolit me një kërkesë për verifikimin e një shtetasi të huaj I dyshuar si autori I ekzekutimit të Renato Hoxhait në 27 prill në Vlorë. Vrasësi I dyshuar me pagesë është përdorur nga një grup kriminal me bazë në Vlorë dhe për krime të tjera, bojnë me dije burime për Ora News. Killeri I huaj dyshohet të jetë autor edhe në ngjarje të tjera kriminale në qytetin bregdetar dhe jo vetëm, përpara e pas të cilave lëvizjet e tij janë kapur nga kamerat e sigurisë në disa pika kufitare. Pas ekzekutimit të 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë, ai është larguar nga Shqipëria përmes doganës së qafbotës drejt Greqisë, ndërsa destinacioni I tij final mbetet I panjohur. Kur ka kaluar në territorin grek, policia shqiptare ka humbur gjurmët e vrasësit të dyshuar me pagesë, ndaj është drejtuar Interpolit me kërkesë për verifikimin e tij. Detajet e reja ndërkohë janë mësuar nga hetimi për dinamikën e krimit. Sipas të dhënave, autori ka përdorur një Range Rover Sport të blerë në 9 prill dhe të vendosur në dispozicion nga Erlis Mehmetaj, I vetmi arrestuar për këtë ngjarje. Makina është marrë në kamës dhe më pas I është dorëzuar autorit nga persona të paidentifikuar. Dyshohet se njëjta makinë është përdorur edhe pas krimit, por vendodhja e saj aktuale nuk dihet. Nga hetimet del se Renato Hoxha është qelluar 4 herë nga 2 armë të ndryshme, edhe pse pa precedent penal, dyshohet se 58 vjeçari është viktimë e përplasjes me grupeve kriminale në Vlorë.